Një sherrë mes disa personave me pasojë plagosje e 2 prej tyre ka ndodhur mbrëmjen e kësaj të mërkurë në Bilisht. Sipas informacioneve, 3 persona kanë sulmuar me sendet e forta një 39 vjeçar me inicialet G.M, duke i shkaktuar dëmtime në trup. 39 vjeçari raportohet se ka nxjerrë një thikë dhe ka goditur njërin prej autorëve. Vrimet bëjnë me dije se Trajan Çeliku, i njohur nga policia si person problematik, se bashku me 2 persona të tjerë kanë dhënuar 39 vjeçarin. Konflikti dyshohet se ka shpërthyer për motive të dobta dhe nuk është hera e parë që palët përfshihen në një përplasje. Sherrri nisi me debate verbale, por shpejt degenerojnë në përdorimin e sendeve të forta. Çeliku fillimisht është konfliktuar me 39 vjeçarin në mëngjes dhe më pas është rikthyer bashkë me 2 persona të tjerë duke përshkallëzuar sherrin. Në këtë moment 39 vjeçari ka përdorur thikën duke plagosur njërin prej tyre. Të gjithë personat e përfshirë janë dërguar për mjekim në spital dhe më pas janë shoqëruar në komisariat.